kalimin e kohës. Dhe këtu ekziston një debat kryetar, a është Hasan Prishtina i Vushtrisë, apo është i Drenicës e i Polacit? Edhe Drenica ka qenë pjesë administrative e Vushtrisë, sepse Skënderaj edhe Drenasi janë qytete relativisht të reja. Skënderaj dikun vitin 1908, dhe me thonë për herë parë i ndërtu sarajet në Skënderaj dhe prej atu ka fillu dhe me thonë krimi ati shtetin, ndërtim, i qytetin, falë. Kështu që krejt aj territor ka qenë, do me thonë, në pjesë... Në kodët të administrimit të Vushtrisë si lokalitet pak më... Kështu që Hasan Prishtina, po, është me prejardhje nga Polaci i Skënderajt, është qujtë edhe Hasan Berisha, sepse është i fisit Berish, por ka lindë në Vushtri, ka jetu, ka vepru në Vushtri. Do ketë eksponatet veçantat? Do të ketë edhe eksponatet, po shumë më të rëndësishme janë dokumentat që do të nxirren nga arkivat, nga publikimet shkencore, nga konferencat që i kemi marrë, se kemi marrë edhe një konferencë shkencore për Hasan Prishtinën, dhe mendoj që muzeu do të pasurohet edhe me dokumenta ku vizitorët mundin me lexu për Hasan Prishtinën, për jetën e tij, për veprimtarinë e tij. Kjo i bie që do konsultohet dhe do merren shembujt nga Arkiva Stambollit. Po, besoj. Po. Nuk e di në pjesë origjinale sa mund të merret edhe me të pashë. Tash është tu botu një libër, na jemi sponsor, Vushtria në Perandorin Osmane, ku janë gjetë dikun përmi 1000 dokumente. Se Vushtria është qytet i lashtë dhe ato dokumente do të publikohen, sigurisht që ato do të ketë edhe për Hasan Prishtinë. Po, absolutisht. Kur pritet bëhet gati, kryetar lëviz më përpara? Kjo pjesa e muzeut? Po tash veç jemi në fund të mandatit, do me thonë në mandatin tjetër, në fillim të mandatit, do me thonë do ta... Kjo do tjetë si një lloj pikë reference? Si pikë reference, po. Edhe po ashtu kjo pjesë mund tjetë pikë reference për gjithë ata që janë të kujdesshëm. Po unë edhe kryetari nuk jemi shumë gjatë dhe kalu mirë. E kisha fjallë për pjesën tjetër të kokës që duhet të ruhet. Po gjithsesi si hapësirë që ka e mjaftueshme. E mjaftueshme, është rujt arkitektura, dhe me thonë ashtu si që ka qenë, është diçka e bukur. Ndërkohë, këto rrugët që vazhdojnë ta kenë, mos të harrojmë edhe obeliskun e dëshmorëve po i bie, edhe